Po mos kishim patur ndërkombëtarët, s'do kishte drejt fjale. Jo më ne, unë, ti, të gjithë atyre që nuk u ri goja reate dhe të flasin, dakor, do ishin në përburgje. Unë jam i bindur për këtë gjë. Nuk kam ne fal ndërkombëtarëve, kemi këtë farë demokracie që kemi. Dhe në fakt kemi këtë mendoj dhon. Po, Fal një sekond. ndërkombëtarëve kemi këtë farë demokracie që kemi. Unë mendoj që s'do kishim fare demokraci. Ti mendon që do kishim një demokraci më të mirë. Këtu dallojmë. Jo. Po. Jo, s'tash. Si jo. Unë po tani këtë farë demokracie ne e kemi, që kemi pak demokraci. Fal tyre, se ndryshe s'do kishim fare demokraci. A kanë faj ndërkombëtar? Natyrisht nuk e kanë faj ndërkombëtarët për çfarë ndodh në Shqipëri. A janë bashkëfajtor? Padyshim që janë bashkëfajtor prap në vështrimin tonë, se nuk është detyra e tyre të na rregullojnë. Pikërisht ata kanë interesin e tyre, ata me interesat e vendeve të tyre. Nuk është detyra atyre të rregullojnë. Problemi është që ku duket ndahem unë nga optika jote, që Shqipëria është më e mirë me ndërkombëtarët, thua ti, unë them Shqipëria është njësoj si me ndërkombëtarët, si pa ndërkombëtarët. Pse? Është njësoj. Po, ne revolucionin e 97-s ishte një revolucion. Edhe 91-shin, më fal. Edhe 91-shin s'është ndodhur kur pa ndërkombëtarët. Unë atë kam mendim tjetër. Ti mendon se po mos ishin ndërkombëtarët, ne prapë do ta kishim bërë. Nuk do kishim përfunduar si ndonjë Kore e Veriut apo një. Ai ishte një zgjatim i ramizalist, s'ka pas përmbysje të komunizmit. Dakor, ashtu siç ishte. Mos i hym. 97 na rrëzuan diktatorin në tentativë Sali Berisha. Problemi është kur ta rrëzojnë nga jashtë, ti ke tendencën prap për mos krijuar antikorpet si shoqëri për t'i rezistuar autokracive dhe diktaturë. Në qoftë se një shoqëri nuk i stërvit muskujt e vet për t'i rezistuar diktaturat dhe i ndodhin për kulisa nga jashtë t'ia rrëzojnë autokratët, pjellin prap autokratët. Ti thua na i linja i dutët dhe të korruptuarit. Padyshim. Më falni një sekond. Të vazhdoj të na vjedhin, të prekin fundin që t'i rrëzojnë vetë. Po padyshim. Sepse për ndryshe do prodhojmë gjithmonë të njëjtën fabul. Nuk ka me deus ex machina. Në këtë kuptim, them unë, nuk duhet presim nga ndërkombëtarët e duhet i shohim me indiferencë.